Të dashur shqiptar, të gjithë tropojanët sot do të qajnë. Në vitin 1971 botohet numri i parë i revistës Iliria. Dhe aty në Eritan Ceka, djali i ri, boton një artikull për zbulimet e tij të mëdha në një qytet të vogël tropojane. Është një gërmim qytetërimi i lirë në Tropoj, me 4 shtresa, si kur t'ishte Troja e vjetër. Dhe atje, në Eritan Ceka, gjen moneda greke dhe thot shqiptarve që ky është qytet shqiptar i lirë. Në Tropoj, e kuptoni apo jo, qytet i lashtë, i lirë. Moneda që gjen në Eritan Ceka ka emrin Apollo Moskionos. Çdo thot Moskionos, e kërkoj unë kudo, nuk ka. Ekziston vetëm Moskion në greqisht, do thot lëkura e viçit. Po ç'kuptim ka një gjë e tillë? Moskion është një emër shumë i famshëm. Është autori i librit të parë ginekologjik në historinë botërore. E ka bërë ky person. Ishte doktor Moskion, me emrin lëkura e viçit. Merrni frym thellë. Moneda e tij është gjetur në Tropoj. Është e pabesueshme kjo që ka ndodhur. Në Eritan Ceka nuk e di çka ka zbuluar. Në vitin 1971, unë isha në moshën 1 vjeç atëherë, sa po kisha lindur. Asnjë nga intelektualët që njoh unë, asnjëri nuk ka lexuar asnjë revistë Iliria. Dhe ky është numri i parë. Dhe në Eritan Ceka ka botuar revista me moneda greke dhe u thot shqiptarve që ilirët në Tropoj flasin shqip. Mora kuptoni ju apo se kuptoni këtë çmenduri të Eritan Cekës? Po na ka përfshirë të gjithëve, dhe unë po ju zgjoj sot, sidomos tropojanëve. O tropojan, o burri dheut, ata merr mendja ty se personi që blinte dhe shiste mall në Tropoj, në një qytet mira vjeçar, me 4 shtresa, nën tokë, të zbuluar. Ata merr mendja ty që ai nuk dinte greqisht, për sa kohë që ai përdorte moneda greke. Ata merr mendja ty që ai aristokrat që ka mbledhur këto moneda greke nuk ishte grek, por ishte shqiptar. Ta merr mendja ty. Ta merr mendja ty që ai shqiptar në Tropoj e ka ditur se kush ishte mjeku Moskion. Do të kemi parasysh që Apollo është perëndia e shërimit. Prandaj shoqërohet prania dhe emri i tij me fjalën Moskion. Doktori i parë i ginekologjisë në historinë botërore, i gjetur në Tropoj. Po ky është zbulim shumë i madh që se di njëri. Madje as grekët vetë nuk e din. E kanë nxjerr ata në Facebook, thonë me egali Hellada. E dini ç'do thot? Që Tropoja i përket Helladës. Sipas dokumentave, monedave greke. Dhe kush i përdorte monedat greke? Grekët. Pra, një katundar i Tropojës që se ka dëgjuar fjalën Moskion, sot po e dëgjon për herë të parë. Edhe në Eritan Ceka nuk e di ç'do thot Moskion. Lëkura e viçit. Ma e kuptoni apo se kuptoni çfarë ka ndodhur? Na kanë gënjur gjithë kohës që qytetërimet e gjetura në Shqipëri janë shqiptare. Në Tropoj, more, në malet e Tropojës. Doktori i ginekologjisë greke atje, në moneda.
Mo ta merr mendja shqiptari që ky është shqiptar, që flet shqip, merr frymthell. O shqiptar. Po të gënjejnë kështu në këtë shkallë, të botojnë revistën Iliria me monedha greke të thotë që ky është qytetërim shqiptar? Po ti duhet shkosh në çmendin vet. Mos prit të çojnë. Shikoni se do çmendeni fare. Të dashur shqiptar, Neritan Ceka nuk e di se çfarë ka zbuluar. Ka zbuluar monedhën me emrin e doktorit të parë të ginekologjisë në historinë botërore, me emrin Moskion. E kuptoni apo jo? Tani do të tregojnë në Facebook, grekët janë lumturuar pa mas nga ky zbulim. Siç e shikoni, Helenët e kanë nxjerrë këtë zbulim në Facebook. Por ky zbulim është bërë në vitin 1970. S'kishte atëherë Facebook, s'kishte rrjete sociale, dhe ata mburën thonë që Neritan Ceka dhe Bep Jubani kanë gjetur monedha greke në Tropoj, e pa imagjinueshme, dhe monedha në fjalë shkruan Apollo Moskinos. Do thot Apollo i doktorit të ginekologjisë. Po kjo s'mbaron. Është gjetur një monedhë tjetër nga Durrësi, Ilire, me emrin Herodotos, emrin e Herodotit, të dashur shqiptar. Por është gjetur edhe një monedhë tjetër, me emrin Timokrates, të dashur shqiptar, të dashur pellaz. Po ne duhemi mbytur me bukë në gojë, more. Po ky është turpi i botës, dhe ja ku thuhet, Ballkani dhe faktet e pacenzuruara. Grekët u kënaqën, kanë mbledhur monedhat e Neritan Cekës grekët. Tani do të tregojnë revistën që kanë mbledhur grekët, është numri i parë i revistës Iliria. Të dashur shqiptar, këtë kanë marrë grekët, revistën Iliria, dhe e kanë botuar në Facebook. Unë e kam këtë në kompjuterin tim, të mbledhur. Me kujdes. Dhe po e lexoja me vëmendje, ky është numri i parë i revistës. Dhe këtu është pikërisht Moskinos. Do thot me lëkurën e viçit, por unë nuk e dija çfarë kuptimi kishte. Sot e mësova që ky është doktori i parë i ginekologjisë, prandaj emri i tij shoqërohet me emrin Apollos, perëndia e shërimit. Këtë ka zbuluar Neritan Ceka. 7 monedha greke në Tropoj. Merrni frymthell. Ky është artikull i vitit 1971, numri i parë i revistës Iliria, dhe ai na thot ne që popullsia ishte shqiptare. Pra, nuk ka shqiptar në botë që ta dinë gjë të tillë, nuk i kemi ditur që ka patur grek në Tropoj. Merrni frymthell. Këtë po e mësoni sot nga unë për herë të parë, por këtë unë e kam parë në Facebook në vitin 2024 dhe kujtova se mos ishte ndonjë histori e shpikur, nuk më besohej. E pra që nga e vërtet. Mund ta gjeni këtë artikull po të dojnë në internet, po unë e kam në kompjuterin tim. Këtë artikull të plot. E kam në shqip dhe frëngjisht. Tani këtë film do ta shikojnë të gjithë kushërinjtë e mi. Të gjithë, njerëzit e mi më të dashur, sepse janë hidhëruar shumë që ju kam thënë që qytetet e lashta në Shqipëri janë greke të gjitha, por edhe në Dalmaci, në Kroaci, në Kosovë, në Dardani janë qytete greke që të gjitha, dhe emri Mitrovicës ka patur emrin në latinisht Graium, do të thot Greqi. Mora, jenin vete nga Montekokos. Kryeministri shqiptar thot që Mitrovica është toka e askujt. Grekët thonë është toka jon. Si qenë ka askujt? Pra grekët na kanë shtyrë ne të bëjmë luftë me serbët që të bashkojnë Kosovën me Greqinë. Me gjakun e shqiptarëve. Grekët s'kan shtën as një pushk. Do ta marrin dhe Kosovën dhe Shqipërinë. Këtu do jemi. Ose nuk do jemi këtu, por grekët do ta marrin.
sepse ata mendojnë që toka e tyre kanë dokumenta, shkrime, kolona, me emra grek, në tekste greke, monedha greke, në tropoj, more, kuptoni apo jo? Qytetërim, mira vjeçar, në tropoj, qytetërim grek. Ilirët ishin grek, por këtë zbulim unë kam bërë krejt papritur me monedat e Shkodrës, koinon Skodrinon në vitin 2020. Neritan Ceka thot në këtë dokument që për herë të parë gërmimet janë bërë në vitin 1964. Qysh atëherë dihej që kjo ishte tokë greke. Dhe udhëheqësi më famkeq komunist Enver Hoxha nuk e dinte që në tropoj ka patur grek. Dhe unë e marrë vesh këtë nga Facebooku në vitin 2024. Çmenduri. Emri Herodotos i Herodotit është në monedhat e gjetura në tropoj, more, kuptoni apo jo se çfarë ka ndodhur. Emri i ginekologut të parë në botë është në tropoj. Nuk kam çfarë të them më, por ky film është për të afërmit e mi që nuk din çfarë është Gazeta Iliria. E kuptoni ju apo jo? Të gjithë filmat që kanë bërë, nuk i kanë bërë për shqiptarët. I kanë bërë për njerëzit e mi. Ata janë hidhëruar me mua që unë kam botuar fjalor në gjuhë indo-europiane në vitin 2004, falas. Dhe nuk e din që në Gazetën Iliria tregohet që në tropoj ka patur grek, more. Këtë film duhet ta shikojnë njerëzit e mi, askush tjetër, dhe ta shikojnë disa herë. Ta lexojnë këtë artikull në internet, është në shqip dhe në frëngjisht. I faleminderit, lëkura e Viçit, doktori i ginekologjisë nga tropoja grek i mirë fillë të more.